Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Të nderuar vëllezër dhe motra qudësinë, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jemi edhe me tej tek hadithi 48 i Imam Bukhariut, Allahu e pasmëshiruar, në kapitullit El Iman, kapitulli besimit, tek nën kapitulli Bab fadl men istabra li dinihi, rëndësia ati i cili ruan dinin e tina, fenë e tina. Dhe të sekëm hadithin e Numan ibn Beshirit, e kemi cekur edhe më herët, dhe kemi folur për biografin e Numan ibn Beshirit, jetë përshkrimin e tij në pika të shkurtëra. Tani shkojmë të komenti këtij hadithi, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: El halal bejnun, wal haram bejnun, wa bejnëhuma mushtabihatun, la a'lamuhunna kathirun minan nas. Halali është i qartë, po edhe haram është i qartë. Por e mes tyre ka gjëra të cilat janë të dyshimta, ku shumica e njerëzve nuk i dinë. E ai i cili ruhet tyre gjërave të dyshimta, ai فمن استبرأ ليرضه ودينه فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه ويرضه. Ai i cili ruhet gjërat të dyshimta, ai ka siguruar dinin e tina dhe moralet e tina. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. Ndërsa ai i cili bie në dy gjëra të dyshimta, ai veç ka rënë në haram, ka rajra hawla lihima yushaku an yarta'a fi, ala wa inna likulli malikin himan, alla wa inna hima Allahi maharimuhu. Ai i cili bie në gjëra të dyshimta, ai veç ka rënë në haram, kë ngjasen një çoban bariu i cili i ruan delet apo bagtit e tij rreth një zone të ndaluar, ku gati se e që futen bagtit në atë zonë të ndaluar, e çdo mret e ka nga një zonë të ndaluar, wa inna himallahi fi ardihi maharimuhu, ndërsa zona ndaluar tek Zoti janë haramet e tina. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al jasadu kulluhu wa idha fasadat fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb. Në trup është një pjesë mishi, e cila nëse rregullohet tërë trupi, por nëse prishet e tërë trupi. Ela wa hiya al-qalb, ajo është zemra. Ky hadith i Numan ibn Beshirit është prej haditheve më të rëndësishme në Islam. Sa që Abu Davud dhe të tjerë e kanë konsideruar 1/4 e haditheve të cilat e përmbledhin dinin. 1/4 e këtij dinit është në këtë hadith. Dhe për këtë kemi folur edhe në fillim, krejt në hyrje të këtij libri, kur kemi shpjeguar atje në fillim. Kjo për faktin, se s'kan thënë ulemat, për faktin se ky hadith e sqaron halalin dhe haramin, ushqimet, veshmbathjet, çdo gjë çfarë ka të bëjë me halal dhe me haram. Pastaj gjëra të dyshimta, rrezikun e rënies në gjëra të dyshimta, mënyrën e ikjes nga të gjëra të dyshimta. Pastaj hadithi sqaron rëndësinë e zemrës, respektivisht rëndësinë e zemrës së shëndosh, e cila nëse është ajo shëndosh, atëri tërë trupi është i shëndosh, por nëse ajo prishet, atëri prishet i tërë trupi. Ajo është zemra. Halali dhe harami janë të qarta. Shariati Islam për çka ka ardhur? Me tregu njerëzve kush është Zoti i tyre, edhe si me adhuru Zotin e tyre, e që është çështje besimit akidës. Me tregu njerëzve se çfarë kanë halal dhe çfarë kanë haram,
qoftë nga veshmbathjet, nga ushqimet, nga shitblerjet dhe shumë gjëra tjera të jetës së njeriut. Zjarmi i xhehenamit. Për çfarë është përgatitur? Për çfarë është krijuar xhehenami? Për ata të cilët bëjnë harame. Për ata të cilët i tejkalojnë kufejt, apo i shkelin kufejtit që të ka caktuar Allahu, dhe futen në harame. Mënyra e shpëtimit për xhehenamit është njohja halalëve dhe harameve. Apo rruga e shpëtimit nga zjarmi i xhehenamit është largimi nga harami. E largimi nga harami nuk bëhet ndryshe pa e kuptuar çfarë është halal dhe çfarë është haram. Dhe kjo arrihet me dije. Kjo arrihet me dije. Duke njohur Kur'anin, duke njohur Sunetin, duke kuptuar se çfarë na lejon Allahu dhe çfarë na ndalon Allahu. Sa më larg haramit, më larg xhehenamit. Sa më afër haramit dhe më i zhytur në haram, më i zhytur në xhehenam, Allahu na ruaj. Kështu që ka hadith, pra është jashtëzakonisht e rëndësishëm, e të shkojmë fjali për fjali, shkurtimisht, ta shpjegojmë, dhe themi diçka rreth tij spako, ajo çfarë mendojmë se është më e rëndësishme. El halal bejinun, wal haram bejinun. Halali dhe harami janë të qarta. Buka është halal, uji është halal i qartë, nuk dysha kërkush. Kërkush në këtë dynja nuk dysha. Është halal. Gruaja është një qa halal. Halal. Shitblerit janë halal, shumica tyne. Halal është e qartë. Pemë, perimet janë halal. Mishrat e baktive, shtëpiake, 70 shtëpiake janë halal. Halal i qartë, ku asnjë musliman nuk dyshan në to. Po edhe haram është i qartë. Alkoholi është haram, haram i qartë. Mishi i dirrit është haram, haram i qartë. Kamata është haram, i qartë. Immoraliteti zëna është haram i qartë. Vjedhja, vrasja, mashtrimi, tradhtia dhe shumë të tjera në haramet të qarta. Pra halalet të qarta, haramet të qarta. Qoftë në ushqime, qoftë në shbathje, e kështu me radhë. وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. Por mes halaleve dhe mes harameve, ka diçka që është në mes, e që janë gjëra të dyshimta. Ku mund të anojnë ka halali, mund të anojnë ka harami. E shumë herë njerëzit këtu nuk i dinë. La ya'lamuhunna kathirun min an-nas, pa të hadithi. Shumë njerëz nuk i dinë këto. Kush i din? I din ulemat, i din dietarët. Ndërsa masa e gjerë, shumë herë nuk i din. Andaj edhe mund të bien to. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ngjason këtë njeri i cili nuk i din, njeriu i thjesht, i cili nuk i din qartë gjërat e dyshimta, ku o kufini, me një çoban i cili ruan delet, lapt, natyrë. Por diku të kullosat atje është një zonë e ruajtur. E dikujt do një mbreti, do një njeriu të vrasht. Ku ky çobani detyrohet me shku me kullot. Dhe lakmojnë edhe kësi çoban, po edhe hayvant ecin për me kullot afër asaj zone të ndaluar. Nëse afron ngat kufinit,
mundësia me i hyje baktit apo delet në zonë të ndaluara shumë e madhe. E nëse hynë atë depërtojnë, atëherë nuk i shpëton dënimit. Andaj, për me qenë i sigurt nga dënimi, do të sa ma largë delet apo devet apo baktit për asë zonë të ndaluara. E pejgamberi për thot, wa men ittaqa shubuhat istabra li dinihi wa irdihi, ai i cili ruan gjërat të dyshimta, ai ka ruajtur dinin e vet, e ka ruajtur moralin e vet. Pra është sa më larg në xhenemit. Kemi shembuj sa të dosh një jetën e përditshme. Për shembull, njeriu shkon në një vend jo musliman, dhe aty ka mish derët, ka mish lope, hyn në restoran apo në mishtore. Dhe lyp mish deles, mish lopes. Por ka dhe mish derët atë. A ka mundësi me ju përzi, apo ai shitsi me ja përzi, apo ai shitsi kur e pren apo kur e blun, nëse e blun të një tërmaqin, ka mundësi. Ose, shkon në një vend jo musliman, në një vend pagan, në Kinë, në Indije të tjerë, dhe e sheh dele apo pula të therne. Por, nuk është i sigurt. Ka të krishter, ka musliman, ka qifot, ka pagan. A është i sigurt ai se kush e ka therr atë? Jo. Ka mundësi e ka therr ortodoksi apo i krishteri, e që është halal me hangër, apo qifoti, apo muslimani. Por a ekziston mundësia që atë ta ketë therrur ndonjë pagan, po, e që ne kena haram me hangër. Ose, e kemi 3-4 dele, 3-4 pula, për njëra për tyre është ngordhur. Apo njërën për tyre ka therrur ndonjë pagan. Ku ta dimin e sakt cila është e ngordhur, apo cila është të therrur për një pagani, e cilat nuk janë të ngordhura për të therrur, apo është të therrur për musliman. Ku ta dimin e? Andaj krejtu i largohemi të gjithave. I largohemi të gjithave aty. Ose, në ushqime, kur shkona me hangër dikon, në për shtëpia të njerëzve. Gjëra të dyshimta. Ose, të dyshimta të cilat ulemat i kanë quajtur të dyshimta, ku disa kanë lejuar, disa kanë ndaluar. Pra është një kapitull i vogël e gjërave të cilat që quhen të dyshimta janë në mes. Herë duken se anojnë nga halali, e herë duken se anojnë nga harami. E që njeriu dohet me pas frikë, me i këtyne, për me rujt dinin dhe moralin. Për ata ulemat, se Abdullah ibn Mesudi, sahabi i bekuar, po të tjerë, me të bashka dhe pas tina, kanë thonë se njeriu nuk mundet të jetë musliman i devotshëm pa i shmangur shumë gjërave të dyshimta nga frika se po bien haram. Se gjërat të ndaluara nuk diskutohet që do të me ikë me shmang musliman, por edhe shumë gjërave të lejuara në të cilat ka dëshime, do të me largu për me arrit shkallën e devotshmërisë. Të ke fjali këto, me ikë gjërat të dyshimta, ulemat kanë sjellur shumë mesele. Ndërto, nëse të thërret mysafir një njeri, por të din se ai një pjesë të pasurisë e ka me haram, me bigjaz, me komat, me rishfet, me mashtrim, e tjere, format të mashtrimeve, format të liga, të arritjes direkt të paraja në forme e legjitime. Një pjesë ka, ama pjesën tjetër ka halal. A lejohet që ne të hajmë bukë aty nga friga se
dyshimi, mos përna gostit neve, mos e ka blet që ta ushqim që përna shtran neve në sofer, me parat e komatës, të bigjuzit, fajdeve, me parat e haram që i ka. A kem të drejt me hangër? Po, kem të drejt me hangër. Kem të drejt me hangër. Nëse një pjesë e ka me haram. Sepse ai ka gjëna, ndërsa ne nuk i kemi gjëna. Po nëse ka krejt pasurinë haram, dhe të thirë me hangër, apo me bashkëpunu me të në biznes. Imam Ahmedi thot, unë e urrej një gjë të tillë. Nuk kisha thonë që mi shku ati në shpe, e mi hangër bukën, kur e ka krejt rrezikun që merr haram. Apo nuk kisha thonë me bashkëpunu me te në ndonjë kontratë biznesore, kur krejt haram mallet tina, fitimin e tij e ka haram, që ka krejt pasurinë. Dhe kështu me radhë. Pastaj hadithi vazhdon edhe me tej, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Ela wa inni li kulli melikin himan, ela wa inni hima Allahi maharimuhu." Zonat e ndaluara, pra çdo mret ka një zonë të ndaluar, ku nuk bën me hyj aty, zonat e ndaluara Allahut janë haramet. Është vjeku që është kufe o musliman. O musliman. Haramet janë kufe. Janë zonë ndaluar. Nuk bën muslimani me hynte. Nuk bën muslimani me shkelet a kufe. Nuk bën. Shkelet ty në kufejve, te kalimi tyre, është ramjen haram, është barazi me shkuar në xhehenem. Allahu na ruaj. Pastaj, ky bekuar flet për rëndësinë e zemrës. Flet për rëndësinë e zemrës së mirë. Dhe thot: "Ela inna fil jasadi mudghatan. Idha salahat, salaha al-jasadu kulluhu, wa idha fasadat, fasada al-jasadu kulluhu, ela wa hiya al-qalb." Në trup të insanit të njeriut është një pjesë mishe, e cila nëse rregullohet ajo, rregullohet të tërë trupi krejt gjymtyrët e tjera. Po nëse prishet të tërë trupi. Ajo është zemra. Subhanallah, i lartësuar është Allahu, i cili ka kriju këtë zemër, dhe i cili ka bërë kaq gjymtyr organ të rëndësishëm. Organ i cili i sjell këtë organet e tjera. Këtë gjymtyrët e tjera. Kush është zemër mirë, zemër bardhë, kush e ka zemrën e shëndosh, aje reflektohet drita, nuri, shkëndijat e zemrës e shëndosh, reflektohen në sy, andaj s'mund shah haram, reflektohen në vesh, s'mund dëgjon haram, reflektohen në gojë, s'mund të flet haram, reflektohen në dorë, s'mund të kapet bëj haram, reflektohen në kam, s'mund shkej në haram. Reflektohen mendje, s'mund të mendoj për keq me dash njerëzve të keqen e me bëj zullum njerëzve. Për ata e shef, idha salahat, salaha al-jasadu kulluhu, kur rregullohet zemra, rregullohen krejt gjymtyrët. Nuk ka mundësi. Zemrën e shëndosh, e dorën e prisht. Zemrën e shëndosh, e guhën e prisht. Zemrën e shëndosh, e syrin e prisht. Zemrën e shëndosh, e veshin e prisht. Nuk ka mundësi. Pra, zemra shëndosh, krejt gjymtyrët janë të shëndosha. Zemra prisht, këto janë të prishta. E mes tyne ka diçka tjetër që zemra smuar. Zemra smut, gjymtyrët e smuta. Pra, asë kënë të shëndosha, asë kënë të vdekura, të prishura, por janë të smura. Allah i madhëruar ka thonë: "Yawma la yanfa'u malun wala banun
illa men ata Allahe bi qalbin salim. Ditën e kiametit nuk kryen punë pasuria, e as evlad e fëmija, por kryen punë zemra shëndosh. Zemra shëndosh. E këtë zemër të shëndosh, qysh me të shëndosh, po të regon pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe rëndësinë e zemrës së shëndosh. Andaj robi do të preokupohet se s'ka shmeresht që të rregulloj zemrën. Të lësë Allahun t'ja shërej zemrën, i t'ja përmirësoj gjendjen e tina, edhe të reflektohet këtë në gjymtyr. Ashtu që mos të mendoj vetëm se mirë, mos të flas vetëm se mirë, mos të ndëgjoj vetëm se mirë, mos të shikoj vetëm se mirë, mos të kap me duar vetëm se mirë, edhe mos të shkel e të shkoj diku vetëm se mirë apo ku është mirë. Sigurisht se këtë që ka thash rreth këtij hadithi, është si një kofe ujë me marrë një pos të madh. Por ne me kaq po e përfundojmë duke lutur të madhen Allah që zemrat të na i shëron, e në fenë e tina në din të na i qelikos, na i forcon, të na bën të shohim hakun hak, të kuptojmë hakun hak, e të punojna me te. Po ashtu, ta kuptojmë të shtremtën, të shtrembur, të devijuar, dhe të shmangemi, të largohemi prej saj. Allahumma amin. Zoti di më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحيح البخاري